Secila nga personat që deri më sot mund të kemë bërë mbi 1000 ose 2000 seanca dhe secila nga personat vjen me problematika të ndryshme, megjithatë do thoja që edhe pse problematikat janë të ndryshme, ne të gjithë jemi njerëz dhe problematikat në fundit janë të njëjta. Pra secili nga ne ka pyetje në lidhje me cilat jemi ne, çfarë po bëjmë ne në këtë tokë, në misionin ton me veten ton, pastaj marrëdhëniet të shpirtërore, marrëdhëniet me bashkëshortin, me partnerin, me fëmijët, me lekun, karrierën, por gjithashtu dhe për çështje shëndetësore, shëndetin mendor, shumë persona vinë dhe më shojnë për shëndetin mendor, për anktin, depresionin dhe mbi të gjitha për gjendjen e qëllimit të tyre në jetë, që është me 19 Ky është rasti i Lorenës, thot. Surprezi. Dhe lidhja me nënvetien, pra edhe pse si teknik është e re, nuk është e re, megjithatë nuk njihet shumë, është e bazuar në diçka që ne të gjithë kemi, pra lidhjen me subkonsciencën tonë, e cila është aty për të përgjigjur përgjigjeve tona. Sado lloj përgjigje që ne mund të kemi, përgjigje ne gjejmë gjithmonë brenda vetes, por hipnoza ndikon që të arrijmë atë gjendje qetësie, në të cilën ne mund t'i dëgjojmë përgjigjet që ne kemi brenda vetes.